ta nxjerrte. Patjetër. Okej, mirë, kam një tjetër pyetje që do doja ta nisja me Vokshin. Lutem regjia, është pyetje që lidhet me atë që unë kam cilësuar në mënyrë provokuese. Pak Rama nis lëvizjet. Janë dy njoftime sot të bëra në mënyrë të beftë, mbledhja e qeverisë dhe mbledhja e grupit parlamentar socialist. Këto i kam cilësuar si lëvizje Vokshi përpara asaj që ka dilemën e madhe Partia Socialiste, çdo të bëjmë me rastin Balluku. Mendoni që janë lëvizje në këtë drejtim, apo kemi të bëjmë me mbledhje rutinë të qeverisë ditën e premte dhe të grupit parlamentar javën tjetër? Mund të shikohet dhe në këtë aspekt, por përgjithsisht një kryeministër që nuk i mbledh shpesh qeverinë dhe grupin parlamentar, se qeverisë vetëm si individ, duket e çuditshme pse i mbledh. Pra krijon intrigën. A ka gjasa që të diskutohet qëndrimi me rastin Balluku? Unë mendoj se nuk ka për ta diskutuar me këta, as me qeverinë dhe as me grupin parlamentar. Se çfarë do lloj vendimi që të ketë marrë, e ka marrë vetë. Cili është ky vendim? Çfarë do vendimi që të ketë marrë? Ke një opinion apo? Po unë mendoj që do të marrë atë vendimin e standardizuar të Partisë Socialiste, që nëse drejtësia e kërkon, ai do ta lëshojë. Sepse nuk mund... Jo, drejtësia ka kërkuar, jo nëse. Se këtu lidhet me atë kërkesën që do të gjykohet pas 22... Standardizuar, në kuptimin që ka pasur një standard. Dhe unë mendoj që, s'po them bast, por mendoj që do ta lëshojë për gjykim, për një racionalitet të thjeshtë që struktura e pushtetit, vetë Partia Socialiste, vetë shteti, është shumë më i madh se sa personi dhe individi. Jo, do të më pas në riformatim të qeverisë? Po, mund të çojë në... Pra jemi në logjikën e sa kur themi Rama nis lëvizjet me këto dy mbledhje të rëndësishme. Mund të çojë ajo në formatim të qeverisë, sepse siç dihet aty ka ministra të preferuar dhe të pa preferuar, do ishte racionale nëse do ta bënte këtë. Pra, mendoj që Partia Socialiste dhe vetë Edi Rama nuk do ta dëmtojnë veten, ose në thonjza biznesin e tyre historik dhe për të ardhmen që quhet Partia Socialiste, për një individ si zonja Balluku në fjalë. Pra ka pasur tjerë aty që në kohë të tjera kanë qenë të rëndësishëm një lloj, apo dhe më të rëndësishëm specifikisht, mirë po, sot nuk janë më dhe nuk ekziston si racionalitet për mbijetesën e një strukture që të goditet, të godas veten, dhe të rrezikojë veten, të rrezikojë izolimin ndërkombëtar dhe gjithçka tjetër për një individ caktuar. Vetëm një strukturë ka bërë këtë, edhe mendoj se zoti Rama nuk do të ndjekë rrugën e Partisë Demokratike në rastin konkret, e cila shkoi dhe u fut në u izolua për shkak të nëngratës. Për një person. Mendoj që nuk do ta bëjnë sepse kanë interesat mëdha për të ruajtur. Pra është biznesi politik. Interesante kjo, se nuk e besoj... Partia Socialiste është një konglomerat... Po bërë një analogji me atë që PD-ja u ngjit pas nëngratës të Berishës dhe ndërkohë... Nuk e di se më duket të konfundoj batuta. Qëndrimi i Edi Ramës dhe marrëdhëniet e Edi Ramës do të vendosen nga pozicionimi që mban ndaj kësaj krijesës shqiptare-amerikane që quhet SPAK dhe drejtësia e re. Pra kjo do t'i përcaktoj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, me vjerrin e atij zotërisë që ka takuar aty. Dhe Partia Demokratike e bëri këtë gaf. Shkoi dhe u fut në kanal, në llogore dhe u pozicionua, dhe u tha shqiptarëve që në zyrat e Washingtonit jetojnë armiqt e demokracisë dhe të votës lirë dhe të pluralizmit. Mendoj se vetë demokratët e bën me vullnet të lirë atë, pra sakrifikuan gjithë perspektivën dhe interesat e PD-s për hir të një personi. Mendoj se socialistët nuk do e bëjnë. Pra zoti Rama dhe gjithë klika e tij, që kanë interesa të mëdha, biznesi, interesa shtetërore dhe të përfaqësimit, nuk do të bien në këtë. Po, nëse Rama e dinte këtë parim, pse nuk veproi më shpejt? Ne nuk e dim e dinte apo nuk e dinte rastin në fjalë. Po jo, ky është parim, nëse del kundër ndërkombëtarëve, qeverisja të gushtohet. Rama ka vepruar faktikisht përballë çdo rasti. Përballë secilit rast. Nuk është se ka shumë raste ku ti ke dalë përballë prokurorisë, se ka dashur të luajë me këtë kartën që ne i lëshojmë. Pra ne nuk bëhemi pengesë për funksionimin e drejtësisë. Është vendimi strategjik i tij dhe i partisë së tij si formë ose mënyrë për të mbijetuar. Pra dhe unë nuk mendoj që do të bëj këtë gabimin që do të rrezikojë të shkrijë një strukturë të shumë fisht interesash si